Studiuesit thonë se lahuta ndërmote i shekuj në shtëpit malsore ka qëndruar gjithnjë pranë pushkës, ajo ka qenë lapsi dhe fletorja me të cilën janë shkruar, kënduar, trashëguar e frymëzuar brezat e malsorëve shqiptar. Kjo është lumturi nonaj, e veshur me xhubletën e malësisë së madhe, me lahutën në dorë dhe mbi supe mira vite histori dhe trashëgimi. Sot, ajo është e vetmja lahutare femër në mbar kombin shqiptar. Kjo lahut për ty që e ma në dorë, çfarë rëndësie ka, sa është e vjetër, e ke trashëgu apo është prej këtyre lahutave të cilat e keni bletash? Kjo është shumë e vjetër, është e trashëguar me brez mas brezit dhe ka shumë mira vite që jeton, po jam tu e mirëmajt, dhe me thonë herë mas herët i ndroj zhabën, e lyj, i jap ngjyrosje, i jap zbukurim, dhe me thonë me ba sa ma dre. Po nga kush e ke trashëgu këtë lahut? Kjo lahuta e ka ba Axha i babs, Nik Zevgjika. Mu mi kanë ra brez mas brezit, ka 14 vjetë që mi kanë ra brez mas brezit, a historia shumë e gjatë e tyre, si kurse a zhubleta, si kurse ka, dhe me thonë, mi vjeqaret lahuta, Axha ka kënë edhe brezi i familjes nunaj, që ka lujt me lahut, dhe ka trashëgu brez mas brezit, dhe sa unë, dhe me thonë, në përmjet trashëgimis babs, Axhës gjok nunaj, babs mark nunaj, dhe vëllezën vetëmi, se kam 4 vëllezën, Nikollën, Luviqin, Gjetën dhe Gjoalinën, të cilët i bien lahuts në mënyrë të shkëlqyer. Pranimi i lahutës në listën e trashëgimisë kulturore jo materiale të UNESCO-s për lumturinë është një ngjarje jashtëzakonshme, një vlerësim botëror për një instrument që ajo e ka të trashëguar brez pas brezi. Është një gëzim shumë i madh dhe një fitore shumë e madhe, jo vetëm për mua, po për markumin shqiptar, që është pranua në UNESCO dhe duhet të jemi, dhe me thonë, ta marrim në dorë situatën dhe për me mbrojt në UNESCO edhe lajmi shumë i gëzuar, por duhet edhe ne të jemi më të fortë, gëzimi ka ardhur dhe gëzimin duhet ta mbrojmë me forcat tona. Dhe me thonë, mos ta lam lahutën të birë poshtë, po gjithmonë ta ngresim me zërin e saj që tingëllon, që jep jehun brezave, të majmë, dhe me thonë, historinë e adhëut tonë, e parëve tonë. Megjithatë, shqetësimi i saj më i madh është mungesa e interesit nga vajzat e reja për të mësuar lahutën. Ka pas edhe a ka interes, po thëmë që femnat ta mësojnë lahutën? Interesi nuk po shoh, dhe me thonë, është një minus shumë i madh nga ana e vajzave, nga ana e grave, për arsye se them këta, kjo është një dukuri shumë e vlerësuar. Jo se u pranon në UNESCO dhe na jena shumë gëzuar si popull, si kombë shqiptar, kudo që ndodhna, por kjo është një merit shumë e madhe, është një vlerësim shumë i madh për me dhënë vetes në radhë të parë, unë si lahutare, si vajzë, edhe i ftoj edhe vajzat e tjera të jenë shumë të interesuar jo për me më pasi figurë mua në për intervista, apo duke i rënë sa bukur i bika, sa bukur i rika, sa zanë bukur paska, por më ardhë grap për grap me mua në mënyrë të qitë, dhe kjo është një mesazh shumë i bukur që të ketë lahutare plot dhe ato mos t'jenë të gurume që jo pse po i bie, jo sa marre nuk ka asnjë gjë. Lumturia tregon dhe sekretet e tingullit të bukur të lahutës, mënyrën e akordimit dhe përkushtimin që kërkon kjo vegël e lashtë. Lahuta për me tingullu bukur, në radhë të parë duhet me kenë e akordume. To. Se janë. Nuk i bjen. Por po duhet me pash edhe vesh muzike, se po s'pate, dhe me thonë, mos me pas talent edhe mos me keni i talentu, mos me dit pak muzik, dhe me thonë,
nuk mundesh me keni i perfekt të lahuta. Kjo plus që akordohet në atë zanën që ke qef, kur e shese ashtë me një zatë keq, dhe me thonë nuk je i knaqën. Kur e qënë tu mendoj se është për zanën tem për shembull, ka për burra. Ka disa, unë kam bëm është me greca ky, dhe me thonë ka do shajat vogla, dhe me thonë dhe lugje, që vehet dora ku të dua unë, dhe që i ma net në për koordinon zanorin, dhe mënyra tjetër është që duhet me u tha, o në diell ose me diçka me një tharë sa diçka, ose në zjarr është shumë ma mirë, të zjarri, dhe të bëhet arë, për kjo bëhet arë tingulli i del. Një fije lagështin me kenë, për shembull në shën muti, kjo e një gjën fiu, sikur dohani, dhe vjen zbutet edhe nuk ka tingullin e saj, por ka një tingull shumë të ashpër, shumë të keq, dhe edhe bishti i kalit, dhe me thonë zbutet edhe nuk ka tingull fare. Ka shumë papëlqyeshëm. Tradicionalisht lauta është parë në duart e burrave, por Lumturi Nonaj e ka thyer këtë tabu, e rritur mes lautarëve, ajo e mësoi këtë art si pjesë e jetës së përditshme, e njohur tashmë edhe si Zana e Maleve, emër me të cilin e ka pagëzuar artistja Ilda Mara. Ke shkruar të Zana e Maleve? Pa ja këtë emër kam marrë vetë. Në Zana e Maleve kur isha të pnua këto në Shkodër, tek Arka, me drejtoresh Ilda Maren, në takimin e 2 botëve. Dhe e mora titullin Zana e Maleve, sepse me të vërtetë u dukta sikur jam si zanë, duke u pnua këngë për zanat, këngë për Muja Halilin, këngë për fëmijët, dhe me thënë ato këngë që kjo lahut i don shumë. Në tingujt e lahutës së saj, trimëria dhe dashuria bashkohen, e shkuara dhe tashmja takohen, ndërsa lahuta tashmë ka zënë vendin e saj në UNESCO, zëri Lumturi Nonajt vazhdon të ruaj identitetin shqiptar. Kur janë kale 30 gjikat e kralit, të venat bëqe gjikat o janë mleu, do e toni jarona të gjike po kalëzojnë, rushi e trajnit o nuk fletë me goj, jo e qka ke rushe o që nuk po flet, te jam ke zoni jaronin o të keq, që jam ke zoni jaronin o kumar, leni e qika he zotja ju vraft, të nuk kam zonë vetë jaronin o të keq,